Zonat malore të qarkut të Shkodrës janë përfshirë nga rreshtet e Borës. Aksi rrugor Bog-Theth aktualisht është i hapur. Në bashkinë Fusharës rreshtet e Borës kanë pushuar, ndërsa trashësia e Borës është mbi 30 cm. Rrugët nacionale janë të hapura për automjete me zinxhir. Ndërkohë, Komisariati i Policisë Puk njofton se disa segmente të rrugës së Iballës janë të bllokuara për shkak të borës së madhe. Trashësia e Borës atje shkon deri në 5 cm, ndërsa rrugët kryesore të këtyre dy qyteteve janë të hapura për automjete të pajisura me zinxhir. Në bashkinë Vaudejës dhe Malësi e Madhe, deri më tani nuk raportohet për probleme, po ashtu autoritetet bëjnë thirrje për banorët e zonave malore dhe vizitorët që të shmangin lëvizjet e panevojshme. Drejtuesit e mjeteve të bëjnë kujdes në lëvizje dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore, të reduktojnë shpejtësinë, të pajisen me zinxhir dhe goma dimrore kur udhëtojnë në zonat malore me prezencë dëbore. Emergjencat civile të 5 bashkive të qarkut Shkodër po monitorojnë situatën e shkaktuar nga përkeqësimi i motit. Autoriteti rrugor shqiptar për rajonin e Veriut bën të ditur se grupet e punës me mjetet borpastruese janë në terren për të mbajtur hapur dhe lehtësisht të kalueshëm akset rrugore, ndërsa janë marrë masat për kriposjen e akseve rrugore.